Pra duket sikur më shumë se sa për të krijuar superioritet, pasi Kina ka edhe avion të tjerë të cilët janë relativisht konkurrues, do thosha, edhe me avionet luftarak që ka aktualisht NATO, Perëndimi, Rusia, pra, por në veçanti do të thoja është pikërisht integrimi i kësaj teknologjisë më të fundit, që është inteligjenca artificiale dhe lufta e informacionit. Nëse mundet vetëm një gjë të vogël të shtoja asaj që tha koloneli, për të bërë edhe pak krahasimin në realitet. Kur ne mendojmë për gjëra fortë, ne shohim thjesht atë një gjë metalike aty, pra na duket sikur është thjesht një anije që lundron. Në fakt ai është një qytet lundrues. Aty në të njëjtën kohë ti mund të kesh 6.000 deri në 8.000 punonjës në mënyrë standarde. Ka ditë për ditë, imagjinoni është një operacion për të ushqyer ata njerëz, për larjen, pastrimin, për rrobat, lavanderinë e tyre. Pra operacionet jo vetëm për mbështetjen e luftimit, por dhe për mbështetjen për shërbimet në luftim, që quhet, është një sipërmarrje e jashtëzakonshme, gjë që Kina sigurisht nuk e ka këtë përvojë. Nuk ka këto baza në të cilat mund të mbështetet, nuk ka aleanca të shumta pra me vende siç janë Filipinet, që ka Amerika, apo edhe Australinë, gjë që sigurisht e bën jashtëzakonisht të vështirë të projektojë fuqinë. Por siç e thash, e rëndësishme është të kuptohet që Kina tashmë po jep sinjalet që ne jemi konkurrent serioz dhe i është përveshur punës që të arrijë kësaj me sa më shpejt dhe sa më mirë që të ketë mundësi. Do të kapi garën, do të kapi kohën e humbur. Kapiten, edhe një pyetje për sa i përket pikërisht forcës detare. Përsëri, imazhet satelitore sugjerojnë se në Kinë, në kantierin detar të Dalian, është duke punuar për një tjetër aeroplan mbajtse, tip 004, dhe mendohet se kjo do jetë bërthamore pikërisht për të rivalizuar më në fund Gerald Ford. Sa vite i duhet Kinës për të ndërtuar një aeroplan mbajtse? Natyrisht. Edhe për të kapur ritmin e SBA-ve me 11 ose edhe 12. Kjo aeroplan mbajtse që është konvencional, pak në 3-4 vit do dhe një vit të betë operacional, del shërbim. Do dhe një vit. Pra nuk është operacionale ende? Jo, nuk është, do dhe një vit të betë operacionale. E para të dalin në det në lundrim, pastaj që tjetë operacionale full combat është kohë gjatë. Dojnë që kohë. Gjithsesi Kina është nuk e përgatitur, po punon për aeroplanmbajtjen me lëvizje bërthamore. Dhe kjo është ka filluar, dhe ka filluar aeroplanmbajtja e radhës do të jetë me reaktor bërthamor. Kjo do të varet nga teknologjia, duhet të kuptojmë që Kina nuk është e përparuar në fushën e energjisë bërthamore, në kuptimin si që është shembull, po themi, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia që janë në fazën janë më të përparuar, vendosja e një reaktori gjithsesi sot me mendimin e Kinës, mendimin e Rusisë, edhe mund të realizojë bashkëpunim. Sot bashkëpunimin ata e kanë shumë të fortë në fushën ushtarake dhe mund të realizojë. Por unë besoj që pa një 4-5 vjet nuk është në gjendje që të prodhojë aeroplanmbajtjen e dytë Kina me reaktor bërthamor. Kjo do të varet edhe nga studia e reaktorit ose nga provat që do të dalin në fund mbi rezultatin e reaktorit. Qartë. Dhe Redion, dhe një pyetje të fundit. A mendon se është Kina gati për të sulmuar Tajvanin dhe të përballet me SBA-n në një kohë të afërt ose të largët? Edhe pse kapiteni e preku pak. Unë mendoj që sulmi ndaj Tajvanit do të ishte një bast ekzistencial për Kinën, që do të thotë duhet i bëj shumë mirë llogarit nëse do të ndërhynte ushtarakisht ndaj Tajvanit. Nuk mendoj që do të ketë ndonjë sulm në të ardhmen e afërt ndaj Tajvanit, po sigurisht hapat që ne shohim që është duke ndërmarrë Kina, si për shembull fortifikimi ose më saktë trajnimi për operacionet sulmuese amfibe, specifikisht për mësymjen në plazhet e Tajvanit. Përgatitja e artillerisë kundërdetare në rast se do të ketë një kundërsulm. Artillerisë me rrezet të largët për të goditur direkt nga toka Tajvanin. Artilleria kundëraerore për të mbrojtur ndaj sulmeve të mundshme dhe të vendosur këto specifikisht në ato atollet që diskutova pak më herët, të vendosur ato për të parandaluar sulme që mund të vinë nga aleatët e Tajvanit, kryesisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të gjitha këto tregojnë që Kina e konsideron, pra është në mendjen e saj.
Megjithatë, unë thash, do të ishte një bast i madh ekzistencial për Kinën, aq më tepër në këtë fazë. Më e mundshme, shoh ndoshta një skenar ku Kina tenton të projektojë ata njerëzit e vegjël jeshil që thoshin për Rusin në marrjen e Krimes. Pra ideja është të krijojë sulme hibride, asimetrike dhe infiltrime në mënyrë që të ketë subversione të sistemit të regjimit politik dhe më pas të ketë një Taiwan të dobët me të cilin mundet